Në një aksident tragjik që ndodhi në Shkodër, 2 të mitur humbën jetën pasi u përplasën në një mur në zonën e Stomgolemit. 2 viktimat janë 2 adoleshentë, 16 vjeçar dhe një 14 vjeçar, të cilët udhtonin me një motomjet dhe humbën kontrollin duke dalë nga rruga dhe duke përfunduar përballë një muri. Aksidenti ndodhi rreth orës 18:20 në momentin që 2 të rit po ktheheshin nga stërvitja e futbollit, pasi ishin pjesë një akademie futbolli në Shkodër. Përplasja e fortë i mori jetën e menjëhershme 16 vjeçarit, ndërsa 14 vjeçari, i cili ishte transportuar me urgjencë në spital në gjendje të rëndë, kanë truar jetë më vonë si pasojë e plagëve të marra. 2 të rit kishin udhëtuar me motomjet dhe policia dyshon se shkaku i aksidentit mund të ketë qenë mungesa e lejes së drejtimit dhe përvoja e kufizuar në drejtim të mjetit. Policia ka nisur menjëherë hetimet dhe ka formuar një grup hetimor për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Dyshohet se aksidenti mund të jetë shkaktuar nga humbja e kontrollit të motomjetit, pasi të rit ishin ende në moshë të mitur dhe nuk kishin përvojën e nevojshme për të drejtuar mjetin. Grupi hetimor po bashkëpunon ngushtë me prokurorinë për të përcaktuar shkakun e saktë të aksidentit dhe për të zbardhur çdo detaj të mundshëm që mund të kenë çuar në tragjedinë e ndodhur.